Okej, llogarit apo në gjyks që të vjen? Po, në gjyks. Gjyks. Okej, hajde ne. Perfekt. Një llogarit. Gjyks, si më shit. Do e bëj. Eja! Unë nuk greta, të bëjë të Hajde bro, gjyk. E zgjodha pikërisht këtë video se desha të flisja pak për këtë dyshe, pra për Malin dhe Stenaldon, për këtë dyshe që me thënë drejtën nuk ka pa ndonjëherë Big Brotheri. Pra, një dyshe çuna që ka një marrëdhënie kaq gjenuine, kaq të mirë, kaq me bon sens për njëri tjetrin, pavarësisht disa mendimeve që mund t'i kenë ndryshe nga njëri tjetri, po një dyshe të tillë, domethënë jam vërtet i lumtur që ky sezon e ka brenda shtëpisë së Big Brother, sepse po ta shikoni me vëmendje, Mali dhe Stenaldo janë aty për njëri tjetrin në një mënyrë jashtëzakonisht organike. Pra askush nuk i tha tjetrit, asnjëri nuk i tha tjetrit, hajde të trim bashk, hajde më ndihmo, hajde të ndajmë muhabetet bashk, nuk u than këto. Thjesht ata u gjendën me njëri tjetrin dhe sot ja ku janë. Dhe thash edhe një herë, vërtet vjen mirë që kemi një dyshe të tillë. Dhe po ta shikoni edhe një gjë tjetër me vëmendje që Mali dhe Stenaldo, pavarësisht si thosh debateve që kanë me të tjerët apo të tjerët me këta të dy, nuk mund t'i urrejnë. E ke parasysh, pra banorët e tjerë nuk i urrejnë dot as Malin as Stenaldon. Sidomos Stenaldon nuk e urrejnë dot. Pavarësisht se kanë divergjenca, kanë po them kundërshti, kanë shkëmben edhe ndonjë fjalë më shumë se ç'duhet, por në thelb nuk i urrejnë dot. Dhe e kam vënë re që edhe brenda shtëpisë, po edhe jashtë shtëpisë deri diku, Stenaldo dhe Mali kanë zero haters, nuk i urren njeri. E di pse, se s'ke pse ti urresh. Dhe kjo dyshe në fakt është vërtet një Big Brother tjetër, pra një Big Brother komplet tjetër nga ai që shohim në pjesën tjetër të shtëpisë. Komplimente të dy çunave dhe seriozisht më pëlqejnë shumë.